Ish antari i drejtorisë operative të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Naim Maloku ka deklaruar në Hagë se ushtria çlirimtare u krijua nga poshtë lart. Gjatë dëshmisë së tij në rastin më të madh gjyqësor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, shembull të kësaj Maloku përmendi zgjedhjen e Ramush Haradinajt në krye të zonës së Dugaxhinit, që tha se u bë pasi për këtë u pajtuan banorët e 40 fshatrave. Unë i kom thonë edhe ZPZ-s, nuk mundi me i kuptu këtu. Është vështirë. Ushtria çlirimtare e Kosovës është ngrit nga poshtë, lart, nuk ka pas urdhra, ka pas votime me gisht, propozime, pajtime që Naim Maloku me qenë zavez komandant, pajtime që Ramush Haradini 40 fshatra me qenë komandant zone. Pra nuk ka pas urdhra, ndërtim të strukturës nga lart poshtë. Betejë kryesore që bëhet në procesin gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit është për përgjegjësinë që shtabi i përgjithshëm ka pasur për krimet që mund të jenë kryer nga pjesëtarë të UÇK-s. Mbrojtja e të akuzuarve ka mohuar se shtabi ka pasur kontroll efektiv mbi komandantët rajonal dhe ushtarët. Gjatë dëshmisë së tij, Naim Maloku, ish oficer në armatën e ish Jugosllavisë, tha se gjatë shërbimit në UÇK nuk ka pasur urdhra nga lart poshtë dhe se kjo ja ka vështirësuar punën si ushtarak. Unë jam ushtarak. Apo kuptoni, ma lehtë është për një ushtarak kur ka urdhra nga lart dhe i caktohen detyrat. Se sa kështu. Këtë e theksoi gjatë përgjigjeve që dha në pyetjet e avokatit të Thaçit, Luka Mishetic. E paraprakisht Maloku t'i parashtroi pyetje prokurorit James Pace. Atë e përballi me një intervistë të Krasniqit, në të cilën kishte thënë se Maloku si oficer i armatës jugoslave ka vështirësi ta pranoj tranzicionin nga mercenar në luftëtar të lirisë. Maloku tha se nuk e ka diskutuar ndonjëherë me Krasniqin qëndrimin që e ka dhënë për të. Ai u përball nga prokurori edhe me disa intervista të tij dhe konfirmoi se në njërin prej tyre ka thënë se ushtria është e popullit e shteti i takon kryetarit të shtetit, presidentit Ibrahim Rugova. Maloku pranoi se ishte telefonuar nga Thaçi dhe se i kishte kërkuar të mos jepte më intervista. Por tha se kërkesës ju përgjigj duke i thënë se mund të debatonte për këto çështje kur Thaçi të kthehej në Kosovë. Unë nuk kom pas kurfar problemeve gjatë intervistave të mia, vetëm kom dash që mu institucionalizu. Pse? Që me pas institucioni mu marë. Mes tjerash, speciali akuzon ish drejtuesit e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s edhe për vrasje të kundërshtarëve politik, përkatësisht aktivistëve të Lidhjes Demokratike që drejtohej nga Rugova.